Nëse keni këtë bimë në shtëpi, jeni njeriu më me fat në botë. Mentja ka aftësi qetësuese për stomakun falë përmbajtjes së mentolit që qetëson muskujt në këtë sistem. Mendja është një barishte shumë e pasur me vlera ushqyese të rëndësishme për organizmin, të cilat mund të ndikojnë në dukshëm në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Mendja përmban vitamina dhe minerale të rëndësishme këto edhe për mbrojtjen e shëndetit dhe organizmit tuaj në tërësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas të dhënave, konsumi i gjetheve të mentes jo vetëm që përmirëson funksionet e trurit, por do t'japë gjithashtu edhe përfitime të mira për sistemin tuaj tretës. Por cilat janë vlerat kryesore që do të merrni nga gjethet e mentes? Sistemi tretës është i pari që do të përfitojë prej vlerave të saj. Konsumi i rregullt i gjetheve të mentes mund të ndihmojë në përmirësimin e sistemit tretës. Mentoli është një përbërës që gjenden në të gjitha barishtet e familjes botanike, ku bëjnë pjesë mente dhe nenergjiku, të cilat qetësojnë muskujt e aparatit tretës dhe zbusin kështu edhe dhimbjet. Shtimi mentes në recetat tuaja ditore do t'jetë gjithashtu një mbrojtje më e mirë edhe kundër ftohjes. Vlerat e mentes janë përgjithsisht pozitive edhe në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes të prekura kryesisht nga i ftohti dhe gripi. Higjiena e gojës do të përmirësohet ndjeshëm me përdorimin e mentes. Mentet do të ndihmojnë gjithashtu edhe në largimin e erës së keqe të gojës, çka do të sjellë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ajo është efikase kundër mikrobeve që akumulohen në dhëmbë dhe në qelz, duke optimizuar kështu higjienën tuaj dentare. Funksioni i trurit do të përmirësohet ndjeshëm me bimën e mentes. Aroma e mentes mjafton për të përmirësuar fuqinë tuaj të trurit, për të përmirësuar funksionet dhe aftësinë e saj shëruese. Mentja mund të ketë efekte tretëse të shkëlqyera. Vaji esencial i mentes është një përzgjedhje shumë e mirë për të përmirësuar kështu sistemin tuaj tretës. Mentet mund të përdoren edhe në mjekësinë popullore. Në mjekësinë kineze, mentja përdoret gjithashtu edhe për vlerat e saj qetësuese dhe aromatike. Ajo konsiderohet si shumë e dobishme në përmirësimin e shëndetit të mëlçisë dhe të mushkërive, madje edhe të shëndetit të zorrës së trash. Shpesh mentet janë përdorur për të qetësuar gjithashtu problemet e diarres ose dhimbjet e ndryshme muskulare. Ajo është një përzgjedhje fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe si e tillë mund të ndikojë pozitivisht në çdo aspekt të organizmit tuaj. Përdoreni me kujdes këtë bimë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënëse. Mendja është një barishte që mund ta mbillni edhe në shtëpinë tuaj dhe ndikimi që do t'jap gjithashtu do të jetë vërtet fitimprurse për shëndetin tuaj. Nuk ka asnjë barishte që mund të konsumohet gjërësisht në kuzhinë dhe mund t'japë përfitime më të mira se mentja. Ajo shpesh mund të zvendësohet me nenergjikun pjesë të njëjtës familje. Prej mijëra vitesh mentet kanë arritur të qetësojnë dhimbjet e stomakut dhe nga ana tjetër gjethet e thatë të nenergjikut mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët këshillojnë përdorimin e mentes si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese për sistemin tuaj shëndetësor. Një gjethe e vogël me një ndikim të madh. Zbulohet se kjo bimë e lashtë ndihmon trupin madje edhe mbështet atë nga mënyra të ndryshme. Mentja ose në latinisht Mentia piperita është një nga bimët më të vjetra mjekësore që përdoret si në mjekësinë popullore, ashtu edhe atë moderne. Përbërësi kryesor aktiv i saj mentoli ka efekte të provuara shkencërisht në sistemin tuaj nervor. Ajo mund t'japë përfitime mjaft të mira në sistemin tuaj respirator, çka do të sjellë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Por si ta përdorni menten dhe cilat janë përfitimet kryesore që organizmi juaj do të marrë prej përdorimit të saj? Mentja është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit, dhe si e tillë duke u përdorur brenda rekomandimeve të duhura ditore, mund të nxjisë më mirë shëndetin tuaj, të mbajë larg komplikacionet dhe të parandalojë gjithashtu inflamacionet e saj. Mentja është praktikisht një barishte që mund të ndihmojë gjithashtu në mbrojtjen e sistemit tuaj edhe kundër dhimbjeve të kokës. Studimet klinike kanë treguar se vaji esencial i mentes
të cilën mund të ofrojë shumë përfitime për organizmin, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur shëndetin e mirë dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Atë mund ta përdorni kundër ftohjes edhe për të lehtësuar dhimbjet e kokës. Mjafton ta aplikoni në tëntha, në ballë dhe në qafë dhe do të reduktoni ndjeshëm dhimbjet e kokës prej tensionit për të paktën 15 deri në 30 minuta. Rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë vërtet mbreslënëse në dobi të vlerave të shëndetit. Gjethet e mentes janë një ndihmë fantastike për probleme me tretjen. Çaji me mente, sidomos pas vakteve të rënda, do të ndihmojë në relaksin më të mirë të muskujve të zorëve, në uljen e fryrjes, gjithashtu edhe në zbutjen e simptomave të spazmës dhe zorës së irrituar. Ndaj përdoreni këtë bimë me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënëse. Një analizë e vitit 2019 mbi 12 studime të ndryshme tregoi se vajrat e kapsulave të mentes ndihmojnë në qetësimin e simptomave të zorës së irrituar te shumica e personave që vuajnë nga këto komplikacione. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe do të keni gjithashtu rezultatet e duhura për shëndetin. Mendja është një bimë që praktikisht mund të ndihmojë sinuset edhe rrugët tuaja të frymëmarrjes. Mentoli vepron si një element natyral që ndihmon në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes. Atë mund ta përdorni duke shtuar 2 pika vaj esencial të mentës në një tas me ujë të nxehtë dhe të thithni avujt për 5 deri në 10 minuta. Me çaj të nxehtë dhe gjethet e mentes mund të lëshoni avullin dhe të relaksoni kështu edhe sinuset. Atë mund ta përdorni për përqendrim dhe rritjen e energjisë. Studimet e vogla neurologjike kanë treguar se aroma e mentes mund të përmirësojë kujtesën, afat shkurtër dhe të rrisë nivelin e përqendrimit. Kjo fal efekti stimulues të mentolit në trup. Për lëkurën gjithashtu mund të përdorni edhe gjethet e mentes. Studimet kanë treguar se fare lehtë edhe mund të përdorni gjethet e mentes për të freskuar lëkurën tuaj dhe për t'i dhënë asaj një ndihmë më të madhe rigjeneruese. Përdoret për të freskuar lëkurën pas diellit, si një krem pas ekspozimit ndaj diellit. Në aromaterapi ul stresin dhe ndihmon gjithashtu edhe në qetësimin tuaj të sistemit nervor. Përdorimet të tilla të gjetheve të mentes sigurisht që do t'i japin një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të lehtësojnë komplikacionet e tij. Gjithashtu, menten mund ta përdorni edhe në kujdesin më të mirë të lëkurës, por ka disa raste kur gjethet e mentes nuk këshillohen të përdoren. Ekspertët kanë treguar se të vegjëlit nën 5 vjeç nuk duhet ta përdorin menten në dietat e tyre ditore, pasi mund të ndikojë në shëndetin e tyre. Gjethet e mentes mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin, por në disa raste këshillohet që të mos përdoret për të evituar kështu komplikacionet në organizëm. Mentoli mund të shkaktojë ngurtësime të rrugëve të frymëmarrjes. Mund të përdorni mentolin gjithashtu ose vajin e saj, por te të vegjëlit nën 5 vjeç kjo mund të krijojë efekte negative. Ndaj tek këta persona këshillohet të mos e përdorni gjethen e mentes. Tek personat që vuajnë nga refluksi gastroezofageal, nuk duhet të përdorin gjethet e mentes për të evituar kështu edhe komplikacionet të shëndetit të tyre. Mentja mund të relaksojë ezofagun duke bërë më të lehtë kthimin e aciditetit në stomak. Ndaj tek këta persona gjethet e mentes ose vaji i saj nuk duhet të përdoren për të evituar kështu ndërveprimet e tyre negative. Gjithashtu tek personat që marrin medikamente specifike, mendja mund të ndërveprojë me barna të ndryshme siç mund të jenë ato të cilat mund të merren për presionin e gjakut dhe për spazmat. Gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj nëse merrni trajtime mjekësore dhe doni të përdorni edhe menten si një ndihmë për shëndetin tuaj. Gjithashtu në një kohë kur kërkoni zgjidhje komplekse për të shqetësim, ndonjëherë mjafton të ktheni syt nga gjethet e vogla si ato të mentes, aty ku aroma dhe freskia e saj shpesh fshihen edhe për shkak të përfitimeve të larta ushqyese që ofrojnë. Ekspertët citojnë se gjethet e mentes mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj ditor. Përdorimet e saj me kujdes në recetat tuaja mund të japin përfitime mjaft të mira në dobi të vlerave të shëndetit dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.